Të dashur besimtar, para 1400 viteve, në Mekën e bekuar, atë botë ishte periudha e ignorancës, kur toka ishte mbushur me padrejtësi, errësira të formave të ndryshme, adhurohej guri, druri, njeriut të cilët i linte një vajzë, fytyra e tij ishte e zbehur, padrejtësi mbi padrejtësi, qabja ishte mbushur me idhuj, me padrejtësinë më të madhe, me shirkun e madh, vepër që njeriu përveç se e lën në një errësirë në këtë dunja, e bën që të jetë përjetësisht në zjarrin e xhehenamit. Atë botë njerëzit luftonin njëri me tjetrin për një deve, femra ishte e nënçmuar, njerëzit ushqeheshin edhe me gjëra që janë të ndaluara, pirja e gjakut, gjërave të ushqimit, gjërave të ngordhura, pija alkoolit. Devijimi kishte arritur deri në një pikë sa që lakuriq bënin tavaf rreth Qabës. Vriteshin fëmijët nga varfria, vriteshin vajzat e posalindur, vetëm se ishin vajza. Gjahilijetun, ignorancë që kishte kapluar tokën me errësirë. Allahu me urtësinë e tij dërgoi Muhamedit alayhi salatu wassalam, vazhdimsi të profecisë, dhe nga aty përmbar njerëzimin deri në ditën e fundit të kësaj dunjaje doli drita e vërtet, drita e Islamit, dhe u shua errësira. Tokën e kaploi udhëzimi. Qad ja'akum min Allah, ju është ardhur juve nga Zoti juaj, nurun, dritë, wa kitabun mubin, dhe libër i qartë, libër me të cilën njeriu dolin nga errësira në dritë. Kitabun anzalnahu ilayka, Kurani është libër që ta kemi zbrit jo Muhammed, li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, që ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë. Të dashur besimtar, Islami është rruga e Allahut, rruga e drejtë. Ndaj kësaj feje Allahu është i kënaqur, wa raditu lakumul islam dina, dhe jam i kënaqur që Islami është feja juaj. Allahu nuk pranon rrugë tjetër pas saj. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, kush kërkon udhëzim tjetër pas kësaj, falan yuqbala minhu, nuk do t'i pranohet. Allahu nuk do të lejon që të hyjë në xhenetet e begatshme përveç atij që i beson të gjithë pejgamberët, i beson të gjitha librat të shpallura, dhe e thot dëshminë e qartë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Allahu thot: wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Pretendojnë jehudët dhe kristianët se ata do të jenë banorë të zjarrit, banorë të xhenetit. Tilka amaniyuhum, kështu ata pretendojnë. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Thuaj Muhammed, nëse jeni të sinqert në atë që thuni, ne sjellni argumente. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Por në xhenet do të hinë vetëm ata që ju kanë nënshtruar Allahut, pra e pranojnë dëshminë, wa huwa muhsin, dhe bëjnë vepra të mira. Të dashur besimtar, Islami është fe e plotësuar, është fe e përkryer,
baza e saj, burimi i saj është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Feja islame është fe që është udhëzim për të gjitha krijesat, për të gjithë njerëzit, për çdo brez. Është lehtësim për mbar njerëzimin. Nuk veçohet për një kohë të caktuar, apo për një ngjyrë të caktuar, apo për një kohë të caktuar, apo për një vend të caktuar. Kul ja ayuhan nas, thua jo Muhammed, o ju njerëz, pra përfshihen gjithë njerëzimi, pavarësisht vendit, kohës. Inni rasulullahi ilejkum jami'a, unë jam profet i mbar njerëzimit anë kënd botës. Islami është fe mesatare në çështjen e besimit, në çështjen e ibadetit, në raportet ndërnjerëzore. La ifrata o la tafrit, nuk e pranon ekstremitetin, po ashtu edhe neglizhencën. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, kështu ju kemi bërë ju popull mesatar. Islami është i pastër dhe i qartë. Në dispozitat e saj nuk ka asnjë paqartësi. Allahu na thret në lumturi, na thret që të bëjmë një jetë të lumtur dhe të largohem nga rrugët e dëshpërimit. Ma anzalna alejka al-Qur'ana litashqa. Ty o Muhammed, nuk ta kemi zbritur në këtë libër që ty ta vështërsojmë jetën. Islami përkon me natyrshmërinë e njeriut, përkon me logjikën e njeriut, sikur të ishte nga njeriu, sigurisht se dispozitat do të kenë kundërthënie të mëdha. Walau kana min indi ghayri Allah, sikur kjo fe, sikur Kur'ani të ishte nga dikush tjetër, jo nga Allahu, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, do të hasnin njerëzit kontradita të shumta. Islami është fe që inkurajon në dituri dhe në vepër. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Allahu është ai i cili e dërgoi të dërguarin e tij me udhëzim. Dietarët thonë, udhëzim është për qëllim dituria, wa dinil haq, dhe me fetë vërtet. Dietarët thonë është për qëllim vepra. Në Islam është të qartësuar se çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar. Feja jonë ndalon çdo vepër, çdo gjë që është ndaluar, çdo veshje, çdo pije, çdo martesë, çdo veprim që është i ndaluar, që është i dëmshëm për shoqërinë dhe për njeriu, veç se e ka ndaluar Islami. Nga ana tjetër, çdo gjë që është e mirë, e dobishme, me vlerë, veç se e lejon Islami. Feja jonë e pastër jep rëndësi ruajtjes së jetës së njeriu. Andaj inkurajon që të martohemi, dhe pejgamberi alayhisalatu wasallam i përgëzon ata që inkurajohen edhe shtojnë fëmijë. Po ashtu Islami kërkon edukimin e tyre dhe ndalon çdo gjë që i çon drejt vrasjes dhe shkaqeve të vrasjes. Po ashtu Islami jep rëndësi logjikës dhe kërkon që njeriu ta ruajë mendjen dhe logjikën e tij, kështu që ka ndaluar çdo gjë që e dëmton, qoftë pijet alkoolike apo qoftë lexime të gjërave që e dëmtojnë mendjen e njeriu. Po ashtu Islami jep rëndësi pasurisë. Për këtë e ka lejuar tregtin, e ka ndaluar kamatën, e ka ndaluar grabitjen, e ka ndaluar mashtrimin, e ka ndaluar teprimin në pasuri, ndërsa i ka hapur të gjitha rrugët e tregtisë që besimtarët përfitojnë dhe njerëzit përfitojnë prej saj.
Islami jep rëndësi ruajtjes së nderit, ruajtjes moralit. Andaj e ka ndaluar përgujimin, e ka ndaluar bartjen e fjalës, bartjen e fjalëve, nënçmimet, sharjet, i ka mallkuar ata të cilët shpifin për besimtarët. Dhe Islami është tetë rigoroz në çështjen e nderit dhe moralitetin, e qartëson se është nga veprat më të shëmtuara. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd. Të dashur besimtar, në fen islame njeriu është i nderuar. Walaqad karramna bani Adam, ne e kemi nderuar birin e Ademit. Ndaj çdo vepër që është në shërbimin e njeriut, në ruajtjen e identitetit të tij, veç se e ka bërë të ligjshme. Andaj urdhron respektimin e prindërve, urdhron në lidhjet farefisrore, në edukimin e brezave, në mirësjelljen ndaj fëmijëve, në respektimin e të moshuarve, në mëshirimin e të vegjëlve, në ndërimin e femrës, dhe urdhëron pranë gjitha aspektet që njeriu të jetë i sigurt. Po ashtu Islami urdhëron në unitet, që të mëshirojmë njëri tjetrin. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Me të vërtet Allahu i mëshiron robërit e tij të cilët janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Të dashur besimtar, jetojmë në një kohë, në një vend ku njeriu nga të gjitha anët është i sulmuar me dyshimet që mund ta dobësojnë moralin, mund ta dobësojnë familjen, mund ta dobësojnë mendjen, mund ta dobësojnë besimin, por mund të ketë dyshime, dhe ka shumë dyshime që ta anulojnë besimin dhe të bëjnë që të dalësh nga besimi në mos besim. Sigurisht se hapësirë të madhe në anën të botës mundohen të kenë ateistët, që fusin dyshimin mesin e njerëzve. Andaj Allahu Azza wa Jall ju kundërpërgjigjet kësaj kategorie që nuk zotëron logjika në mendjet e tyre. A fillahi shakkun, a keni dyshim në Allahun, fatir as-samawati wal ard, shpikësi i tokës dhe i qiejve. Po ashtu në një verset tjetër kuranor Allahu thot, am khuliqu min ghayri shay, a mos vallë ata janë krijuar pa krijues, am humul khaliqun, apo mos janë ata krijues të vetvetes, am khalaqu as-samawati wal ard, a mos vallë ata krijuan qiejt dhe tokën, bel la yuqinun, jo, por ata nuk duan të besojnë. Një nga dyshimet që duhet t'i keni parasysh është se mjafton të kesh një besim, mjafton të besosh në ekzistimin e Zotit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka qartësuar se nuk ka shpërblim në ditën e gjykimit dhe nuk ka shpëtim përveç se të ndjekësh rrugën e pejgamberve, rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe të besosh pasur në Allahun dhe në ditën e gjykimit, dhe të besosh librin e Allahut. Walladhina kafaru a'malahum, sa pra ata që nuk besuan, pra ata që nuk e thonë shahadetin, a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an, ata veprat e tyre janë si vëgim në shkretëtir, i etur i mendon të jetë ujë, derisa arrin tek ai, sheh se që s'është asgjë, por ai e gjen Allahun me të cilin
me të i cili do ta paguaj atë çfarë meriton, dhe Allahu është më i shpejti në llogari. Pa kjo është një nga argumentet që njeriu i cili mendon që ka besim apo vepër që e udhëzon në rrugën e drejtë posa asaj që buron nga Kurani dhe Suneti, ai ngjason me një njerëz të etur në shkretëtir, ku gjithandej doket ujë, por asgjë nuk gjen. Një nga dyshimet e mëdha që njeriu e nxjerr nga feja është besimi që i fusin dyshim besim ringjallje. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Njeriu e shembëllon, na sjell shembull, sepse në kohën e Muhamedit alayhis salam, një pabesimtar mushrik kishte ardhur me një kock në dorën e tij dhe kishte thënë pejgamberit alayhis salam: "Men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim." Kush do ta ringjall këtë kock të kalbur? Dhe Allahu thot, kuptimi i ajetit: njeriu neve na shembëllon, pra merr shembull, dhe ka harruar veten e tij. Ka harruar se si u krijua njeriu. Ka një pikë gjaku, nga një pikë ujë, formsohet, i ipet forma trajta, i futet shpirti, lëviz fëmijë, kalon etapa të ndryshme, plakët dhe vdes. Ky njeri që nuk ka besim sjell këtë shembull. Por ja përgjigje, Allahu thot në librin e tij: "Thuaj o Muhammed", përgjigja është shumë e qartë dhe thjeshtë: "Yuhyiha alladhi ansha'aha", e ringjall ai që ka krijuar herën e parë. "Wa huwa bi kulli khalqin alim", dhe ai është i gjithditur, më i ditur mbi krijesat e tij. Të dashur besimtar, dyshimet janë ato që mund t'ja dëmtojnë besimin. Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, një moment prej momenteve, i kishte rënë në dorë disa nga fletushkat e ehlul kitab. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e pa, tha: "A mutahawikuna anta ya ibn al-Khattab?" A keni dyshim librin e Allahut? "Walladhi nafsi bi yadihi", pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, "Qad ji'tukum bayda'a naqiya", ju kam ardhur me argumente të qarta. Pra ju ka ardhur pejgamberi alayhis salatu wassalam, vula pejgamberisë, mesazhi i fundit i krijuesit të gjithësisë në tokë për gjithë njerëzimin. Ndaj nuk ka asnjë më dyshin këtë rrugë. Omer radiallahu anhu largoi. Dhe kjo është një mësim i madh që duhet të ruhemi nga çdo dyshim i mundshëm. Andaj gjithë ata të cilët mundohen, përpiqen të shuajnë dritën e Allahut, Allahu i është përgjigjur: "Yuriduna li yutfi'u nur Allah", ata dëshirojnë të shuajnë dritën e Allahut me gjuhët e tyre. "Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu", dhe Allahu nuk pranon ndryshe veç se ta plotësoj dhe ta përsos dritën e tij. Ndaj dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë një hadith: "Është betuar se do të përhapet kjo fe dhe nuk do të mbetet mbi sipërfaqen e tokës, qoftë vende, fshatra apo qytete, vende me banim të madh apo të vogël, veç se do të depërtojë në çdo shtëpi feja Allahut subhanahu wa ta'ala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Të dashur besimtar, ju porosish që të keni frikën Allahut dhe të keni kujdes për çështjet më të rëndësishme. E para është el-ihtimamu bil aqidati salaf. Të keni vëmendjen çështjen e besimit dhe të largoheni nga çdo gjë që mund ta dëmtojë çështjen e besimit, akides, njohurive që kanë bëjë me emrat dhe cilësitë e Allahut, dhe të keni kujdes që të mos keni asnjë njoll të shirkut në zemrat e juaja. Po ashtu largohuni nga haramet, nga mëkatet të mëdha. E nga mëkatet të mëdha
pas shirkut është lënia e namazit, vrasja, alkooli, bigjozi dhe vepra tjera për cilat kanë ardhur argumente çortuese. Keni frikën e Allahut dhe mundohuni në edukimin e fëmijëve të juaj, sepse ata janë ardhmëria jonë. Edukimi i fëmijëve është bërë një sfidë shumë e madhe, sepse sulmet janë gjithandej. Andaj kjo është një përgjegjësi shumë e madhe në edukimin e tyre. Po ashtu, nga temat shqetësuese në vendin tonë është mos respektimi i prindërve. Prindët në Islam kanë peshë shumë të madhe. Fjala e tyre është ligj. Ashtu na edukon Kur'ani dhe Suneti. Do të mjaftonte si një prej argumenteve më të fuqishme, ku Allahu në librin e tij pas tauhidit, që të adhurohet vetëm Allahu dhe të mos i bëhet shok, ka urdhëruar në respektimin e prindërve. Ndërsa kur ka folur për gjunahet më të mëdha, Allahu subhanahu wa ta'ala me njëherë pas shirkut e ka përmend mos respektimin e prindërve. Andaj Islami na edukon që të jemi të kujdesshëm edhe të kemi mbi gjitha, mbi gjithë përgjegjësitë që i kemi ndaj të tjerëve, familjes, në veçanti në vijën e parë duhet jenë prindrit. Po ashtu duhet të jeni të kujdesshëm se si na vije fundi në jetën e kësaj bote. Pra, si do të na vijë momenti i jetës së kësaj bote. A jemi ata që besojmë, i kemi frikën Allahut, ju him në hak njerëzve apo jo? A jemi të pastër në raport me njerëzit? Kjo është një çështje që duhet të jemi dhe ta kemi parasysh, dhe nga shkaqet që na përmison këtë është të zgjedhim shoqërinë e mirë, të lexojmë librin e Allahut, të marrim mësimin nga udhëzimet e Kuranit dhe Sunetit e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Të dashur besimtar, sot është ditë feste, dita e Bajramit, që vjen pas një muaj të bekuar, ku mjafton që pejgamberi alayhis salatu wassalam, nga dashuria madhe që e kemë besimtarët për agjërim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka inkurajuar që të vazhdoj besimtari me 6 ditë të Shawalit. Pra ai që vazhdon me 6 ditë të Shawalit me agjërim është sikur të agjeroj tër vitin. Andaj dita e Bajramit është ditë feste që i përfshin të gjithë. Ajo është ditë gëzimi për fëmijët, të cilët gjejnë lumturi. Është ditë gëzimi për të varfrit, që i takon me lehtësi dhe rahati. Dita e Bajramit është dita e të afërmve, ata që i bashkon drejtësia dhe lidhja farefisrore. Është dita e besimtarve që i bashkon në vizita. Është dita e miqve që rinovojnë lidhjet e dashurisë dhe forcojnë arsyet e afërsisë. Është dita e shpirtrave fisnik, kur harrohen nga inatët dhe ribashkohen pas ndarjes, pajtohen pas shqetësimit dhe shtrëngojnë duart pas përçarjes. Andaj robët e Allahut, i lutemi Allahut me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na shtoj imanin, t'i lehtësoj brengat tona, na shtoj sigurinë vendin ton, na shtoj dashurinë ndaj njëri tjetrit. Po ashtu i lutemi Allahut subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të përsosur, që t'i lehtësoj brengat të gjithë besimtarëve anë kënd botës, e në veçanti atyre që po ju bëhet padrejtësia më e madhe, besimtarëve të Palestinës, që padrejtësisht në mënyrën më të shëmtuar i është bërë padrejtësi ku vriten në mënyrën më mizore fëmijët. Pra kjo është një prej shqetësimeve më të mëdha. Andaj lutim Allahun azza wa jall që t'ja u lehtësoj atyre brengat, atyre që kanë vdekur t'i bëj nga ata besimtarë të zgjedhur, ata që janë të smur apo ata që janë të plagosur, t'ja ushëroj plagët. Lutim Allahun azza wa jall që t'na mundsoj që fjala e fundit e jona në këtë dunja të jetë me shahadet. Andaj të gjithëve ju urojmë
festën e Fitr Bajramit, urimit të gjithëve.